diplomatik në thojza, të pak se në duke, se ne nuk dimende pse nuk shkoi kryeministri Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka ende shumë gjërat pa qarta. Pse? Puna është për shkak që është gjithë struktura shtetërore, pra nuk është e formuar, ka marrë të formën kryesisht të fytyrës së Edi Ramës, edhe të gjithë, si thosh, veprojnë jo në funksion të institucionit shtetëror, por në funksion të qeverisë kjo është e qartë tani. Të Ramës. Edhe kjo, si thua, ka një këtë doja të thuaj që ka një kontradikt midis kësaj që gjëja që ne po konstatojmë dhe po e themi dhe nuk po e themi ne, po e thojnë të tjerë, shumë të tjerë, dhe ndërkohë ka një qetësi, ka edhe një mbarvajtje shumë të qetë. Propaganda prandaj është, zoti Tërnova. Pra, në kushtet kur ne kemi këto indicje, kemi institucionet e drejtësisë që kanë dalë nga reforma në drejtësi dhe janë në funksion të Ramës dhe këto kanë mbështetjen e autoritetet të huaja, pra që e luftojnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju thatë kanë ndryshuar dhe pse po e ndaj këtë linjë që të kalim tek pika fundore pastaj për të bërë dhe një tjetër pyetje. Me sa kuptojnë ata po mundohen të gjejnë bashkëpunëtorët për ta ose po bëjnë një presion, sepse ka pasur prap duhet lidhur puzzle-i, ka qenë një vizitë vanuar në kryeministri. Po mirë, dakord, ne nuk presim që të gjunjëzohen, po duke pasur parasysh këtë presion. Tani ne vazhdimisht kemi thënë që të paktën Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë, nëse duan, nëse ekziston vullneti, kanë një lloj mekanizmi presioni ndaj institucioneve të reja të drejtësisë, ndaj SPAK në këtë rast. Po dhe nëse kjo nuk funksionon, një presion momental, një presion i këtij momenti që ka të bëjë me urdhër që vjen nga presidenca amerikane, do të duhet ta detyronte SPAK në këtë moment që të niste një hetim së ndryshe, nëse po kthehemi thjesht te procedura. Nëse është bërë presion, deri tash kuptohet që presioni është nuk është ati niveli, pra që të detyroj SPAK-un të nisë hetime ose të të bëjë veprime në kundërshtim me interesat e Ramës. Po e nisim totalisht drejt për drejt. Një prokuror i SPAK ose SPAK në vetvete si institucion, pa dashur të çojë në përsëritje, do duhet të niste një hetim në këto momente lidhur me kaq të dhëna? Prokuroria do të kishte nisur hetim, do të kishte dhënë, e thash edhe më çfarë, do të kishte dhënë një sarim për publikun, pra nëse ka nisur hetim apo s'ka nisur hetim, dhe nëse s'ka nisur hetim të thoshte publikun që këto që ka dalë nëpër media nuk përbëjnë në një gjë të rëndësishme për të nisur, nuk ka elemente për të nisur ndonjë hetim, do ta thoshte, ose nëse ka nisur, thotë e kemi marrë në konsideratë dhe po bëjmë verifikime të duhura dhe në moment, pra për arsye të sekretit hetimor nuk mund të japim dot shpjegime më të hollësishme për. Është shkuar shumë larg te përzierja e asaj çfarë ju thatë, e pushtetit me organizatat kriminale, me pastrimin e parave, me marrjen në dorë të gjithë ekonomisë për ta përmbyllur. Kështu funksionon, në shtetin shqiptar duket qartë se që ekonomia shqiptare funksionon vetëm në bazë të fluksit të pjesa kryesore, dominues së saj, funksionon në bazë të ndihmës ose paras që hidhet, që vjen nga fluksi i krimit organizuar, narkotrafikut. Po shohim ne tani, po shohim dhe pasojat praktikisht. Për shembull, sepse të ardhur nga remitancat janë ulur, sepse refugjat nuk parasjellin më para siç kanë sjell dikur për prindrit. Turizmi vërtet ka një numër të lartë të rritjes numrit të turistëve, por kjo nuk përkthehet në një fluks shumë të madh parash pra ata që vjen nga jashtë në brenda. Kështu që nëse ndjek para, thoni ju, avokat, shkon shumë lehtë te burimi. Bilanci midis importit dhe eksportit është deficitar, pra Shqipëria nuk është se ka më shumë. Kemi një ekonomi të çuditshme në rastin më të. Shqipëria nuk është për shembull se eksporton shumë dhe nëpërmjet eksportit sjell para fluks parash. Të ardhura dhe funksionon. Fluks i cili do duhet ishte formal prap. Po, dhe burimet minerale që kemi nuk është se sjellin në një të ardhur shumë të madhe, dhe nafta që shitet jashtë është një, domethënë, ja ku ikën disa sektor. Jo, ajo është del me humbje, pra nuk sjell para në Shqipëri. Vetëm me kaq thoni ju, pa u ndalur, energjetika është skandal. Jo, do të sjellim, jo, ideja është energjetika nuk shitet, nuk arrit të shitet edhe pse mund të ketë prodhim në tregu i energjisë elektrike. Ne po blejmë, prandaj them është skandal, ne po blejmë edhe po. Jo, por nuk po arrit dot të shitet në tregun ndërkombëtar sepse